Cilat janë dyshimet e para që kanë? Paraditën e kësaj sejnte ka ndodhur një vrasje e dyfish në fshatin Kollubovc të komunës së Malishevës, ku si pasojë kanë mbetur të vrarë 2 persona dhe i dyshuari për vrasje ndodhet ende në arrati. Dyshohet se motivet e kësaj ngjarje kanë ardhur pasi i njëjti ka ardhur për ta marrë gruan e tij, e cila njëkohësisht është edhe motra e vëllezërve të cilët tashmë kanë vdekur, derisa i dyshuari ndodhet ende në arrati dhe nuk dihet se si ka ikur. Kujtojmë se sipas njoftimit të policisë së Kosovës, i dyshuari pra është familjar me ata të cilët që dyshohet se i ka vrarë, derisa i njëjti po ashtu sipas prokurisë themelore në Prishtinë ka pasur edhe akt akuzë më herët për dhunë në familje dhe kanosje. Ne tani do t'ju përcjellim pamjet nga vendi i ngjarjes ku të pranishëm ishin forcat të shumta të policisë së Kosovës, po ashtu edhe ato të forenzikës, derisa më vonë do të marrim detaje edhe nga kryeprokurori i rastit, i cili po ashtu ishte në vendin e ngjarjes. Atëherë, sikur jeni njoftuar deri më tani, kemi të bëjmë një vrasje të rëndë, për vrasje dyfisht, ku kemi të bëjmë me 2 viktima. Kryesi i kësaj vepre penale është ende në arreti dhe policia së bashku me prokurorinë jemi duke ndërmarrë gjitha masat që sa më shpejt identifikohet dhe të sigurohet prezenca e tij. Cilat janë dyshimet e para që kanë? Tani për tani s'mund t'jap informacione për shkak se duhet të bëjmë verifikimin e këtyre informatave dhe pastaj të dalim me një njoftim zyrtar me qëllim që të jenë informata sa më të sakta. A dihen motivet? Ajo që mund të them që do thotë në mesvetë kanë raporte familjare, mirë për motivin ende nuk e dim saktësisht, kështu që pasi që të marrim dhëna të tjera më të sakta, atëherë do të dalim me një komunikat zyrtare. A ka rritur nëse kujdesru diçka në vendin e ngjarjes, se cilat janë mesin e provave? Policia duke ndërmarrë të gjitha veprimet në koordinim me prokurorinë, do thotë për të mbjellë gjitha provat materiale dhe ato personale dhe më pas do t'ju njoftojmë gjithsesi. Faleminderit.